Një kohë kur telefoni është bërë pjesë e pandalshme e jetës sonë, shumë prej nesh vazhdojmë të bëjmë gabime të vogla dhe të ndojmë baterinë. Ekspertët rekomandojnë që karikimi i telefonit të mos bëhet gjithmonë nga 0% në 100%, por të bëhet midis 20% e 80% për jetë gjatësi me të madhe të baterisë. Gabimet më të shpeshta që dëmtojnë baterinë: mbajtja e telefonit të lidhur gjatë natës, përdorimi i karikuesve jo origjinal, ekspozimi në temperaturat e larta gjatë karikimit, mbajtja e mbulesave të trasha që nxehin pajisjen. Një tjetër mit që po bie është ideja se telefoni duhet shkarkuar plotësisht her pas here. Kjo ishte e vërtetë për bateritë e vjetra, por jo për litium-ion të sodëm. A duhet ta karikosh telefonin gjatë natës? Nëse telefoni juaj është i mençur dhe shumica janë, ai ndalon se karikuari sapo të arrijë 100%, por qëndrimi i zgjatur në këtë nivel çdo natë për muaj me radhë mund të ndikojë te jetëgjatësia afatgjate e baterisë.